Ministri Sonila, se aty para ishte Hotel Dajtit, shikoj një tjetër efektiv të policisë Sonila, një sekund, shikoj një tjetër efektiv policisë të lënduar, i cili është duke zhvendosur nga kolegët e tij dhe duke urur. Edison, çfarë ka ndodhur? Ka dëmtime në pjesën e barkut, siç duket ndoshta edhe nga ndonjë dëmtim me ndonjë gjuajtje në ndonjë sendi, për shkak se tregon që ka dhimbje, ende nuk dihet konkretisht shkaku, për shkak se është larguar nga kolegët në drejtim të një vazoje me lule, ndërkohë që nga ana tjetër ka tjetër shpërthim me molotov në drejtim edhe të punonjësve të policisë së shtetit. Do pritet të ketë edhe një transportim të tij drejt spitalit ushtarak, ndërkohë që nga ana e punonjësve të policisë deri më tani raportohen paktën për 2 punonjës policie të cilët janë dëmtuar si pasojë e protestës. Ai po shoqërohet nga 2 kolegët e tij, cili po qëndron i ulur dhe tregon paktën apo identifikohet me dorën ke barku, në një farë mënyrë tregon mbi dhimbjet që ka apo mund të jetë dëmtuar. Edison, nuk e di nëse ke e parë në bulevard pash edhe sende gur, ndoshta të hedhur janë gur që janë shkullur nga bulevardi, nga trotuari, apo janë sende që janë gjendur rastësisht aty. Pra realisht shikojmë nga pamjet edhe zjarrin e shkaktuar nga molotovi i hedhur prej protestuesve drejt policisë, ku përmes fikëve të zjarrit, të cilët janë pajisur efektivët, në tjetër moment ku uji hidhet sigurisht ndaj kamerat, nuk janë kamerat ato që hedhin as gura dhe as bombë molotov. Gjithsesi, ky është një apel i vazhdueshëm ndaj policisë dhe forcave të rendit. Megjithatë shikojmë që policia ka dhe fikset, po ashtu dhe ujë hedhës. Edison, pam ato disa sende në bulevard, janë gur të hedhur, janë të shkullur, janë sende rastësisht